gati. Suki. Sot kemi Prime. Ska gjumë sonte ma. S'flej për vete. Që kur ke qenë ti në Big Brother, i ka ik mami gjumi. Super, e dija, prandaj dhe e bëra këtë pyetje se doja të të ngacmoja. Tani, ti do ulesh te divani dhe unë do bëj koktejlet. Ua, na është bërë refleks kjo, na ngeli dora këtu. Mos e bëj shumë se ka ma mos ngjetë. Na është bërë nervore. Se ullë do të më të ngjelit. Na është bërë nervore të ecim dhe majtakave. E takat, tash me takat, ne mund të ndryshojmë sot edhe ma. Ua, ka me takat. Po që ne janë kështu ma? Apo, për të gjithë që na kanë komentuar takat, që pse Rita dhe Roza jeni maj takave tërkohë dhe ku gatuani, urdhroni, ja u bëm qesin. Dhe është jetë meshme, unë nuk mund të rri do të kështu. Nuk ka shans. Rita Lati, tregoj çik çorapet e leshit. Pa tjetër, mama. E sheh që o majtakave, o me çorape leshi. Nuk ka shans tjetër. Nuk ka një të mesme. Jo, o taka o lesh. Okej, unë do bëj koktejlin. Mam! Po, mam. Rosé lemonade? Po. Super. Gjin? Gjin. Me lule shtrydhe apo manafer? Mos u përdrit shumë me lule shtrydhe, me manafer, me qa do qefi. Ma, më lërë, të ndjej. Që më gjeti, moa. Këndeshe ti ma me lule shtrydhe apo me manafer? Me lule shtrydhe. Ardhara. Atë lumë të dora. Ja gëzuar. Gëzuar, më. Keqen, mami. Jam njish. Kënaqe, mam, sa buk. Atere. Shofim. Duhet ketë filluar biku për tjera. Bërë edhe njërë, se do komentojë Monikën. Po priti të komentojmë që Ledionin, si është veshur. Po, Ledion. Më pëlqen. Dali ai më deri tani që ka xhirim tani ma? Mund të dikush xhirim që unë të ftillohem? Po xhirim është. Njëri madhor në moshë, po pra? Është xhirim, është re. Është xhirim. Ashtu. Po komentojmë veshjen e Ledionit. Mua më pëlqen si është veshur sot. Gjithmonë më pëlqen Ledioni, mami. Më ka pëlqyer shumë me xhaketën e kuqe velvet edhe me xhinse. Ishte bërë dhe meme. Po çdo gjë. Pjesa gjysmë sipër ishte sa ka marr rrogën, gjysmë poshtë, një ditë mas rroge. Oj. Me dhënë ca meme shumë fani që tregonin. I shkon absolutisht. Çdo gjë i shkon Ledionit. Absolutisht. 13 qershor si puna ime. Kurse Arbër Hajdari, që ishte veshur me të zeza, odhi batutë Ledionin si zarfi i zi, tha. Po mam, janë dy zarfa të zinë, se për jam që në tensione, ke vënë re që nuk jam mirë. Pa i gëzuar të kështë mamaja. Nuk jam mirë se ti e di sa është e lidur mami me Big Brotherin. Dikur ma vrapoja për Luizin, pasaj vrapoja për Rozën, pa diskutim që me zi prisja deri në pikë gjesi sa të flije ti. Vrapoja për Gjesin, tani për këtë vrapoj. E ke ide për këtë vrapoj tani? Për Ledionin. Ma më pëlqen Selina, vrapo për Selina ma. Po e dua, Selinën e do mami. Shumë e zgjur. Unë dua Kristin, mami. Për Kristin me më kape. Ma kanë vënë djali në siklet në ca momentet vështira, ma kanë vënë. Ashtu? S'kam qenë dakord me përgjigjet e Kristit, po e kanë vënë në presion, mama. Po djalë më i zgjuar. Ja se e shofi. Qua këputa tyre. E shofi, ma! Atëre, unë mendoj se ne duhet të themi për të gjithë njerëzit që ndjekin vlogun tonë që në fakt prime që ne po ndjekim në këto momente është prime i të martës, sepse vlogu jon del të hënave. Dhe ne nëse do shihnim
Prime-in më të afërt koherent kur del vlogu, që i bie të shihnin Prime-in e të shtunës, nuk na del koha fizike ta xhirojmë, ta montojmë, ta bëjmë gati për transmetim YouTube-i. Kështu që jemi duke parë Prime-in e të martës, e datës 27 janar, është Prime-i famshëm i 2 zarfave të zinj, që po e komenton dhe Ledioni, që i tha banorëve tani, që të buzëqeshur, derisa disave ju ngriu buzëqeshja sepse erdhën 2 zarfa të zinj. Apo drele që te këmbë, ata si po qëndrojnë të varfrit ata. Shkretët ata. Let's go! Është rregulla ime? Është i tmerrshëm, për mua kjo është paftyrsi. Ku më bëri me ankth? Ai nëse është duke lozur shumë keq. Ai ka hyrë me vënes në Big Brother, mam, dhe e vetmja mënyrë që të bjeri në sy, të dali në vitrinë, mostri magazin, është duke lënë nam. Dhe me çka kemi parë, se kam qenë edhe vetë pjesë. Me çka kemi parë, është vënë re që kur le nam, kap Prime-in, si thoshte Gazi, kap për Prime-in. Kështu që ky ka hyrë me shpat, i ka hyrë shumë. Kjo është për te çdo gjë. Hel. Po ky mali, kjo përmbajtja, kjo qetësia, mor djalë, mor mali sa të dua. Mor mali, në skenat e botës dua të shikoj. Qa qetësie ruajti djali më i madh. Tamam, djalë Flori. Në shtet mërshme. E të mërshme, Ka mund në vënd ky më, është në rregull ky njeri më? Mamun, ja njoft mamin e vet, një artiste të madhe, Violeta Kukaj, është një mrekulli nga çanën e shritur ai, sigurisht edhe nga baba, pavarësisht se ato janë familje. Në një Prime të kaluar, mam, kur Rogerti sa kishte hyrë dhe po sulmonte Mirin, ngacmonte Mirin për punën muhabetin e Selinës. Kishte ardhur për muhabetin e Selinës, me informacione që kishte nga jashtë. Dhe në mes të Prime-it Miri i tha të vit turp, o i pa burr, o kshu, ashtu, o qurash. Ja tha në Prime, para Ledionit, para Monikës, para gjithëve, dhe ky Rogerti që thjesht rrinte. Flasi zëmra, jo, ai ka ardhur se është me strategji. E shau e fyu Miri live para gjithë shqiptarisë dhe ky Rogerti që thjesht rrinte. Po le se kishte dalë në Prime, mami, ajo ishte detyra. Domethënë të fyesh, të shahesh, të përbaltesh përpara gjithë shqiptarisë, jo Shqipërisë, po flasim shqiptarë që ndjekin këtë lloj programi janë anë mban botës, themi të vërtetën atë. Prandaj isha edhe unë pjesë. Dhe të fyj tjetri dhe ti mos të lëvizi muskuli dhe thjesht të rish kështu si qofte. Po mama, ishte doli në Prime, pra kjo ishte detyra, të dilte në Prime. Sa hyri duhej një mënyrë, një metodë për të sulm që të dalë, shikojmë. Qa i tha, sa herë do të ndeshesh me mu, do të sakatoj. Rogerti i tha malit. Po, Rogerti e paska pse s'ja ke dhënë dorën babës. A i tha unë do të atakoj, po jo këtu, që jemi përpara kamerave. Dhe u tregua një djalë aq i arsyeshëm. Mua pëlqeu shumë reagimi i Malit. Jashtëzakonisht. Po. Mali tregoi shumë pjekuri që kur mbas 7 vitesh zhduket babit. Babi i erdhi në Prime, që ndërkohë babi duhet ta kishte takuar privatisht. Nuk ishte normale. Po kishte pse o bab, kërkoje Prime-in me u sqaru me birin tënë që ke 7 vjet pa u parë. Ishte një hakmarrje, mendoj mama, më shumë. Unë nuk e di, mendoj se babi thjesht donte të kapte Prime-in gjithashtu. Jo, një hakmarrje. Dhe më pëlqeu shumë pjekuria e Malit. E tham që... Bravo. Që... Shumë për moshën që kam, mami, aq i ri. Nuk tha, nuk e takoj kur, nuk e hap dorën kur, po tha, do e takoj, sa po të dalë. Ky klipi pas ka qenë motor. Mama, janë 2 zarfa të zinj sot me mamë, që na vej halli juaj se zaun. Jo një ditë pa, po jo një natë pa gjumë. Ja rrove bebin tim. Ja rrove me tërmutur, nda një pa gjumë tani për këtë vuaje, për këtë qajmë për para, që me gjeti mua që kretëm. Ndërkohë që po shohin klipin, siç po shikojmë ne, po e shikojnë dhe banorët e ulur në divan, Malin, mam, e ke gati të shpërthejnë lot. Po e shoh. E ke gati të shpërthejnë lot. Duro mor birin nënës, duro. Duro sa ke duruar ti, duro.
që këtu për faktin që Malit po i vinë do të fjalët, se i ka to lotot në fyt, dhe si i dhanë zemër gjithë banorët e tjerë me duar trokitje, flet mjaftueshëm. Që ai është fiu për shtëpi. Për Rogertin. Ligjet ai po i ka te lavamani, te lavanderia. Se një sekond tani, po ky Rogerti në primin e kaluar, a nuk kërkoi falje? Më the mam, ti më the, se unë se pash atë momentin. Më the, kërkoi falje publikisht, më falin që ju kam do çarë ndryshoj strategjinë, tha ai. Do ndryshoj strategjinë. Edhe Edhe ç'a bëri ra më keq? Ja strategjia, po nuk ndryshon dot mami. Dhe ja ku hy Mjeri që pa tjetër fryma protagonizmit, do hy pa tjetër. Here we go. Po nuk gabon mami Mjeri, është strateg. Po lëre mor blicin e skenës, ta marrin ata që kanë për ta marrë. Është fryma protagonizmi dhe e kam vdekje, se mbaj mend dhe ku kam qenë vet. Mam, kush kap momentin aty? Ne. Kush kap momentin? Gotcha. Wow! Mam, Violeta mam ka shkuar te ushtarët në male në ushtë, ku ka që në QK-ja me gjithë shoqin për krahu, pamërsisht sa ta tani janë në këtë presionin e ndarjes, kanë shkuar dhe ajo ka kënduar për ushtarët ku kanë qenë për t'u dhënë kurajo e guxim se mami ka qenë me të. Po nën, prandaj të bindesh se kam një nën të jashtëzakonshme tha. Duke kënduar ku kanë qenë ushtarët që luftonin me gjithë burin e vet, në këmbë, ma ka treguar vetë mami, kanë ecë në këmbë, vetëm për t'u dhënë kurajo dhe për t'u dhënë atë shpirtin që luftoni për Kosovë. Ja, ajo është Violeta, ajo nën që e ka rritur aty. Kuptoj. Prandaj ai përgjërohet ashtu për nënën e tij, mami. Okej, Ledion Liço ke 10 pik nga unë. 100 pik nga Rita, po jam në... Së është për 100 edhe 100 nga unë. Jam në këtë stresin, mami, një sekund. Wow, Ledion Liço sa po i tha live, my Gemini, i tha live Rogerti tha, a të dukem gjë deficient unë ty. Për Rogertin janë gjithë deficient, nuk e shikon se çfarë. I like it. Për qëndroma. Duket qartë që dhe Ledionit i ka ardhur këtu Rogerti. Po ka të gjithë dhe po no. Më falni sekond, qa ishte kjo që tha? No! Qa ishte kjo që tha? E bëri mutin topa, se nuk e la me i shtres. Qaj, nëse ne shqiptarve na kanë vra non e babë dhe prap kena dal me i dhënë dorën, ky s'doli me i dhënë dorën babës vetë. Ai të gjithë justifikimin e asaj që bëri e bazon vetëm mbi këtë fakt. Ika. Fala. Ika. Jo, erdha. Play. Rogert, ku i ke kpucët vlat, apo me ato që erdhi, me ato do iki? Fala ndej kur të vesh. Imagjino, unë vë basë që nuk e nxjerrin, mam. Ja, për mua nuk është... Mam, nuk e nxjerrin, mam. Si Roza, që kam qenë vetë brenda atyre mureve, në Big Brotherin më agresiv që e kam quajtur, dhe ka quajtur gjithë publiku. Mi ishte tjetër gjë, mami, këto janë për te çdo gjëje. Ishte tjetër gjë, jo, Majdanozi, jo, ishte në tjetër gjë. Këto ti shikon ku ka arritur çani Veliç këtu tani. Se nxjerrin Gertin, mam, se nxjerrin Gertin. Mos ta nxjerrin, okej, duan lojë, unë si Rita, si emocion, si traumë që më shkaktoi tani, duhet të dalë. That's nice! Ky ishte koment super i bukur nga Arbri. Ti je negativ dhe do të shkosh si negativ deri në fund, ta, edhe mas i shko deri në fund me negativitet, i futi të falme në pjesë dytë edhe mendon se u rregullu. Arbri papam. Arbri ka qenë gjithmonë i papam. Ç'a ke mam? Më kanë bërë me tension. Me vërtet? A do i çik gjin? Hidhëm çik gjin më të xhani se smet kjo punë uaç, më bre more ç'a qyt. Ndërkohë, live e shohim ndërkohë live. I thot, shiko të uli Kristin,
i thot o pianet. Mama, unë jam gati ta lë, nuk po e përballoj dot sot të Big Brother. Nuk na bëj për të ngrënë të harrojmë hallet. Se këta më kanë futur në një çto të them. Unë tani nuk dua të bëj për të ngrënë të ri 20 minuta duke gatuar, mam, se Na bësh sa i ke bonin o mami, që vdes mami. Ah, okay, sa i ke bon, sa të dua. Për 3 minuta, po yes. Si thot Krisit pianet, ti të busurat jo, e kësir. Ses me atje, ta bëj... Qa thash, mami? Nuk thasi Nuk di qa thash unë tani. A do sa i ke bon Krisin? Po jo mami tani, një të bizlet, a i pianet, do a i që të sulmoj Krisin, pianet, që nuk është fare një birë e pinë të tërë atje, po vetëm t'i uli imazhin. Bravo Ledioni! A vash në lëvizje qaqën e kokës, o që po jenë Terezi maj. Më pëlqeu shumë! Po Ledioni... Kush je ti, tha Ledioni, ti Rogertit, kush je ti, thash, ti je një askush i veshur me xhaketë të verdhë, do me thënë dhe Ledionit i ka shkuar këtu, në majtofë. Qaqën e kokës, mund të marruash në i herë? Se më lëvizi fa. Mam, tregot vërtetën, kaj sa bërtita unë tani egzaltova nga reagimi Ledionit, kaj që dëgjon ti normalisht televizorin në shtëpi. Po jam emocionuar o mami, jam e tronditur tani. Ua, e di si jam. Mos më bëj tani se jam gati të shkruaj atje t'i zë me një ujë të tërë me radhë. Okej, mam. U bë uji gati, unë nxef tek ai çajniku i çajit. Të bëj gati sa i ke bonin për ty. Mere mos edhe një gojk edhe ikë mami për lesh. Edhe një qik gjin dua unë edhe vetet pasi dua pos me vete gjithë natën. Qaj hallet e këtyre do nglimi pa gjumë. Pa gjumë bile se di që dori. Ma qetë sa i ke bonin në? Three minutes later. Mendoj se ishim okay me këtë fjalin përmbyllëse të Ledionit, mos u përndesh me një derë. Mos u përlesh. Mos u përlesh me një derë, sepse derit i pëlqen balta, edhe derkucit i pëlqen të përlyhet në baltë. Zarfi zi. Më shoj zëmra tash, ku e kam ujë në dorë. Gji, më mirë gjinë të trullosem. Asë për kreka, na me më lërë. Kjo s'ka lidhje! Hapu dhe. Kjo s'ka lidhje! Kjo është pa lidhje. A thash që s'kam për ta nxjerrë Rogertin? A thash, do me thënë, zarfi zi? Qarë zarfi zi? O është për jashtim, o është për jashtim. Zarfi zi çon Rogertin më negative në negative, duke thyer çdo rregull dhe çdo parim njerëzor dhe human, e çon në televotim të përhershëm. Mbarove? Atere, Rogerti mamu duhet në atë lojë, Rogerti duhet kërkoj falje për herë të dytë, mos të bëj nga këto budalli që ti thrasi i mendjes. Po do shkoj dhe më keq. Sepse ai duhet i ngacmoj, duhet të lëvizin këta pra shikoj Big Brother Kosova ma. Shikoj Big Brother Kosova se ka tjetër, okej, nuk jam dakord edhe me lojën që bëhet atje, po të mban teng më motor, me zi pre ta shikosh, nuk ri tani. Kush ku do Big Brother Kosova ka dashuri çka, kurse këtu ka fyerjen familje dhe në gjak, o mam. Po këtu të bëjnë edhe na një çik dashuri, se këta s'po bëjnë edhe na një çik dashuri. Po i ka marrë Big Brother Kosova ato të shkafta të dashuri. Kështu që unë e shikoj atë dalliqe pa fund, nuk po them, ka gjëra situata jashtë, po aman në të mban në tension.
Qa ishte ajo që tha, ma? E turpshme. Jam pa fjalë. Më ngjeti sa e ke boni mu fryt në mujë. Qa më bën? Qa janë këto gjëra? Qa ishte ajo që tha, ma? Prit. Qepe gojën koklesh, kokhale, do të vi në i gjotë tjetër në gojë që do të trullosi. Loja, mami, presioni lojës aty ishte i... O, mami, frikshëm. nuk është presioni lojës, Si mam, frikshëm. është edukata që ka secili. Se presion loje është edhe Kristi, që ka ato nivel edukate që ka, që ja dhjetë të tjerëve me shumë fines dhe me shumë gentiles. Karakteri ti është gjak nxehtë, është më... Nuk O, është të përpunoj është qetë. edukata, mam, edukata. Tani unë e Po mirë. kuptoj që ti nuk flet Tani, keq për edhe askënd, ti, dhe mami, unë nuk flas keq për askënd. Te biku jot, ti the, mua më ka rritur mami një vajzë me shumë edukat. Po. Kaloj kjo skena, do në skena e pishinës dhe unë po të kisha penxhere në hapur, do isha hedhur. Pse, qa bërë? Dhe ti që se qa tratë ajo që më ka e verë dhe ti të utë të... Nonën. Atere? Ma, ajo është instinkt. Ajo është instinkt. Atere s'ka asnjë të drejtë, të thua ti dhe mami duke pa. Utë të nënën, unë, mi që s'kisha na një penxhere hapur. Bëra peliqe me buskuq, Dhe sa the që unë kam su mami me edukat, Ti nuk e kupton peshën. Sa them kam su mami me edukat e më shanë mua atë. Po rimo, ti s'ke gojë të flasësh një qepë e gojnë ti s'merë me ty unë. E pare punës ke degeneruar mua atje. Them që këmirë nga ty unë. Kam su mami me edukat, O, ma, unë thash, nonën peliqe, se mu bë me buskuq dhe isha dhe, nonën, për peliqe ua dhe time. si e thot. Po nuk shava njeri për bal nga nona, ma. është ragi vlonjat, ma, është damari vlorës për buskuqit, ma. Lekoqen e namit. Si mund të thua si, mam ka bërë mami me edukat, dhe t'ja valosh asaja që unë apo s'isha dhe për koncert. Unë dola para njerëzve, duke si kur të gjithë njerëzit më thonin, a e kupton traumën që ke, e mbarova dhe sa i ke boni, se do e kisha zënë me dorë tani që më kujtua kjo skena. Që që e hëngra sa i ke boni. Si reagova si ku bëri gol Partizani. Ti u Iku dheve kesi nga në shtëpia. bre, ka vash, qupë, qysh u lërejnë ashtu. Shpate moj. Gëzuar gjithë shqiptarëve kudo që janë, gëzuar. Më vjen Si ku bëri keq, gol Partizani E te reagova. pro, jam shumë dakord, me më vjen keq që doli çuni i ri, kishte gjithë mundësi të tregonte veten përse. Përse duhet me rëshkit, përse duhet të tërheqi ajo vorbulla. Sepse edhe ti e di që Kristin e kam debules. Për Kristin. Dakord jam me ty që përse. Po erdhën punët kështu si erdhën dhe ky ishte një vendim i zgjuar. Edhe se në fakt duhet të nxirrnin me zarf të zi, duhet të dilte nga shtëpia dhe Rogerti. Po Rogerti paktën nuk ofendon me fjalë banale, nuk kërcënon. Me thonë të pyet, të prek aty ku spreket, por është gazetar ai di mënyrën, me thonë di komunikimin. Mirë, thuaj kur të fikesh, të vazhdoj mami. U fike? Rogerti duhet shtëpis mami për te balliqeve se ne normal ishin shumë të ato që tha sot për malin, po duhet një atje që të lëvizi ujrat. E ke parasysh mam? Duhet që t'i vërë një çik aty se ky Big Brother për mamin nuk është se po bën ndonjë. Unë nuk nxitoj siç kam nxituar gjithmonë për Big Brother. Këtë e kam lento, fola aty shet patate, fola aty që shet ves, fola aty te buka, fola aty. Gjithë jam gati të flas. Se nuk më intereson. Më përpara vrap për shtëpi të Big Brother. Mama, kunatat ma. Unë mendoj Selin është një gocë klas, është një vajzë që mbaj një qëndrim klas, ndërkohë Greta, si e ka, kunata e dashura e vllajt, më duket me një frym inferioriteti të brendshme, që i del dashje pa dashje, pa kontroll, ku tregon qartë se si do të zëri vendin e motrës së saj. Është si në këto prallat e këtyre kunatave. Na thuaj kur të fikesh. Të fike? Jo. Është si në këto prallë.
Do i zë vëndin, mau që i trurin. Po, shumë duket, pa ju vetë tha të klipi që doli që kam reak Selin, që po që se ikën Selin, unë i zej vëndin. Mendon Selin. Mendon Selin. Tha kjo, unë mendoj se mendon Selin, po jo mendimi saj është, Se mendimi mendon vetës. Selin, atëre, ti dëgjova gjithë opinion, jam shumë dakord dhe unë e kam shumë gjanë Stelinën, se shumë inteligente. Selinën është shumë inteligente, kap situatën, ti e shikon që ajo flet aty. E kupton? Kurse Greta është një tjetër gjë, janë shumë të kundërta. Kjo bën strategji, është stratege. Kush kjo? Selina është stratege, nuhat situatat, i kalkulon ditë edhe natë. Kurse ajo është e drejt për drejt, është e sinqert. Gerta është e sinqert, nuk ka strategji, ajo luan momentin, situatën, nuk bën lidhje për interesa, për gjëra, sepse ajo nga jashtë e di opinionin e babait të Selinit për letrën, dhe sa erdi i tha stop, do me thënë që shkëputu, dhe e thot her pas here, unë dua të ndaj nga Miri, sepse ajo di shka ndodhur jashtë, s'ka ndodhur gjë e madhe, po si që bëhen... Po si s'ka ndodhur një gjë e madhe, po ka ndodhur ataja, po s'flasim do. Jo, mami ndan shtratin as një gjë e keqe, njëri në qoshe, po njëri në qoshe. Po jashtë, po jo brënda, po jashtë. Flas për Selinin prap. Për Selinin. Thjesht një në qosh, po duhet të zjej diçka aty. Se aty nuk ka dashuri të vërtet, të puthen me sinqeritet, të lidhet, luftojnë për dashuri, nuk ka kështu situatash. Që që merre me i krevat, hollet një krevat. Dhe Greta do ta bëj këtë, ta ndaj këtë dyshe. Mirë po, Selini fal Mirit, është stratege, lojtare, po kur kete një mbështetje të fortë që nuk të tradhtonet, nuk të denigron, ajo bëhet më e fuqishme, prandaj dëgjohet fjala që në fillim. Greta si thonë hëpu shoti, kurse aty po të thotë ajo një fjalë 10 thot Miri. Që këto janë kahet, ka të drejt. Edhe loja. Dhe kjo pjesa këtë drejt. Që ja ku dolëm të dyja në një pikë të përbashkët, ja gëzuar. Ma gëzuar. Po mua por do të mos më dëgjoma, po për lafe, unë të thaj me fakte, unë jam me fakte. Dokumenta, unë nuk jam do kupton grua. Shofim dhe këtë klipin edhe... Tani që dakord me mamë, që do flem keqen mamë. Ua që ku do flon pa vënë gjuma ta, mo jemi fi, moj. Unë jam dhe 5 qesit, me po kjo. Ku e ke gjini ti, moj? Ku e gjini tu, moj? Limone, gjin, Rozema! Roze, gjin, u i bi mua këtu, sa ke bon të lutën sot, është e treta që atë keqe mama, se dambla jam tërë muko. Nuk ha do të më. E pyti Selina, atë ka mërzit dhe vllai tha... Jo. Jo, tha. Po që do thot vllai? Jo, nuk do aj që ta... Vllai nuk do thot po më ke mërzit, se është informacion nga jashtë. Po nuk do ta demoralizojnë me mami, ai duhet luftoj për fitore aty. Ama, i tha vllai, je shumë mirë, i tha, po do jesh akoma dhe më mirë nëse je vetëm. Pra atë që luftoi Greta deri tani, që ajo të luaj vetëm. Që e shikoni Gretën juve ti, do të thënë opinioni aty i tyre gjatë do Miri që është shfrytëzon. Selina e di mirë si muhabet. Selina e kupton shumë mirë vllajën e vet, e ka kuptuar shumë mirë dhe letrën e babait, e ka kuptuar shumë mirë dhe kodet nga Greta, ndjes. E ka kuptuar shumë mirë dhe kodet nga Greta. Por Selina po bën lojë. Prandaj më pëlqen ajo vajzë, sepse ajo e di që ka ego shumë të fortë Mirin, ajo e di që publiku shqiptar vdes maron për romanca, situata, dyshet e zjarta. Dhe ajo e di që në këtë mënyrë, në këtë pozicionimi që ka... Ka romancë aty, mami, ajo u lidh me... Nuk ka romancë nga ana Selina, nëse Selina është as mish, as peshk në raport me Mirin, as po, as jo, as fto ta ngrot. Kurse Miri është me sy si qenush kështu. Jo, për lojë duhet dhe Miri strategi. Ata i duhet njëri tjetrit për lojë. Ata i kanë friguar themelet tani. I kanë hedhur bazat. Shiko, se mami e kanë ndjek Big Brotherin më shumë se sa unë. Unë nuk e kam ndjekur Big Brotherin kaq se sa mami. Ato kanë fuqizuar të dy. Unë flasit që edhe në sipërfaqësore. Ata kanë fuqizuar të dy, duke qenë bashkë se kush ka kryer polin e tij të fortë, tani të ndajnë ata. Si të duk, mama, që erdi vllai i Selinës dhe takoi Selinën dhe jo Gretën? Takoi motrën, pa diskutim, ja dha mesazhin. Edhe tani presim çfarë do ndodhi. Okej, ka mesazhin qartë. I tha, më mirë vetëm se sa me një. Kjo është shumë. Vazhdojmë shohim. Më bëri përshtypje që nuk takoi nusën, po takoi motrën. Ja, kështu futet shqiptari në përshere, shere me kunatën, me kunatin. Kanë qenë janë dhe do të jenë këto gjëra, hajde. Do me thënë,
Greta që thotë, unë Selinën e dua si me pas motrën time, dhe Selina kokën në një anën tjetër. Jo, nuk e As nuk do ta shoj në sy. Po ti shife Selinën, as nuk do mami, t'ja edhi sy. Ka një pakatin ato skenat që Tashi, po loja do dua si vazhdoj. motrën time dhe Selina kokën ma tanë. Sepse Greta e don me gjithë shpirt. Hajde vazhdo. Ore, a më bëj veshët mua, më ka zënë roze lemonit me gjina, apo e ka serozisht kjo mamaja ime? Greta e don me shpirt. Po ti e pe klipin, e pash. po do zjemi bash tani. E pash Na futi në sherr Big dhe Brotheri. se pash klipin, Greta e don me gjithë shpirt Selinin. Gaja Kurse Selini ka lojën të parën, pa diskutim, edhe ajo e don, e vlerëson. Po si e do me gjithë shpirt a thot tërkohën, në Selini e di se sa e fort jam unë, se po t'jem unë, po t'shkoj unë, avash. Se Greta në klip ka dalë tërkohën me dorën kështu, t'ja bë dorën kështu të tregu nivelet. Se kjo është loja, nuk mund të jenë kur në kratë Selinit, ajo se shkuptim ka. Ajo duhet të jetë këtu, folet kundërta. Kjo ishte një gjë më e bukur, me thënë që mami, gjithë kjo rëmuj sot, që më ka trazoj shpirtin, ka ndaj lotë vërtet gëzimi, sepse e doja këtë emocion. Edhe dua Zotit ma bëjmare të shoh Frozën të ato shkallët. Me thënë qava për... Jo të shkallët e Big Brotheri to mamë. Të shkallët e kuqe, se qava për halin tim, e kupton, nuk se qava për me ndoj hallet e mija, ta kujtoj hallet e mija. Qëtëm kur do vjerë di që ta shikoj ky s'bën, ky kështu, ky. Kur do da një që bën, moj moto, perdi e madhe, ku je ma dëgjoh këtë qoj, një që bën, ore, të keqen, të dutën përgjërohem. Ma. Me se talë trapin, mami, jo hiko budalashë, bejoj qef kënaqu, jalla. Qioj jetën e si ditë ke qenë mami, pitsh, mos e kitë. Vogla ime, unë mendoj me këto lotët e tua, ta mbyllim këtë prime-in për sot, se na telendisi ky prime-i, qa emocioni, ky prime ishte vërtet shumë i fort, edhe kjo që u qua, që nushja petita që u qua, edhe kjo e kupton që neve tani duhet ta mbyllim. Jo, po kishte shumë emocione. Kishte shumë emocione të forta. Do bëjmë nani? Ja flasëm nga la poset me pëtitën, shme gjeti mua të shkret. Po griu këtu, apo meru vesh me pëtitën ti? Pëtita së është me sytë me lotë, mami, please. Do me thënë, kjo ishte natë me kaj shumë emocione të forta, me kaj shumë dhimbje kam pat në shpirt, tjetër se nuk e kam tregu veten, se di që po bëjmë një vlog, po më ka dhëmë zëmra shumë momente, dhe ishte kaj që bukur kjo mbyllja. Po ti ke jetën tënde, mame, zgjidhe dhe bëje si të doj qevi jotë, mos e ki dertë, mami shë lumëtu që ka afër, edhe kaq. Edhe data 20 janar kaloj, me ndohë mirë se kam dhe radhën unë ati, more vesh mora thoj. Mere unë me ty. Hajde, mam, hajde. Fikim dritat e shpis? Kus do flerma, si do gjinin tu se do e gdhi, do e gjuma ta, si do gjinin tu. Po kjo së shmirë kjo. Edhe një 3 sa i ke i bona, një 3 i hëngra, një 8 palos, e mësojmë nesër mas dita. Stenaldo. Ma, do qosh? Ma. Ha more drejt, që ma prishtë isha me Stenaldo për kokër qefi tim. Ik more drejt. Uf, që më gjeti. Pas kam fjet, pas kam fletur me mami se për prisja sa ta zinte gjumja të fundit. Erda, ik. Po ti muziku fike s'ke që në moja, ma se do them na i lap unë, ti s'marë? Fiku, ma bëj me sy që u fika. O, të kuptova, u fika. Vazhdo. Qaf mi e kam mami, ke që e mami, që kam su mami e duta. Ore,
bëra me buskuq peliçen, edhe bëra peliçen me buskuq. Dhe reagimi im ishte shava nga nëna. Se jam vlonjate edhe ashu më erdhi, po nuk shava njeri në ftyrë. 5 minuta para kishtë thamë, nuk kam su mami me edukat. Dhe ndërkohë më jep mend ti duke më thënë le koqen e nanit. E le topa, jo la pegjë. E ke lëmë shumë me maj.